Është orari mirë për Barcaleta kjo. Po, Dojani? Unë njerë në qëtitje puna aty në 2 votave që pa ndalë tebra atje të burgu, por duke menduar që këta seqin do të dorë nga vjedhja du t'jenë 2 votat e du t'i ketë vjedhja Erion Velia, sepse është mësuar me vjedhja atje dhe bashkia ka gjetë një mënyrë se nuk rrinë dot, edhe ato 2 votat. I ha trupi. Po, ka shumë mundësi t'jenë votat e Erionit, por du të them për te shakas që këto lloj zgjedhjesh për mua janë zgjedhjet më të deformuar që ka patur ndonjëherë në Republikën e Shqipërisë, me përjashtim të kohës së diktaturës, janë zgjedhjet më të vjedhura, më të këqija, cilët i ka paraqitur edhe në raport Osubej Odiri, por ka paraqitur sa ka mundur të shohë në sipërfaqe, por në fakt në detaje, në thelb, po ty është brenda atje ku ne kemi qenë dhe kemi parë gjatë gjithë kohës, gjatë fushatës zgjedhore, ditën e votimit, por dhe gjatë numërimit. Për mua ka qenë më tepër se sa një luftë. Kjo fushatë zgjedhore, ditën e votimit kam shkuar çdo qendër votimi dhe kam parë me sytë e mi pranë çdo qendër votimi 50, 60 grumuj të madh njerëzish nga administrata e shtetit, bandit në njërën anë, të cilët ishin të bashkuar bashkë dhe merrin urdhra nga administrata, kontrollonin gjithçka. E dinin se kush nuk do të vinte atyre që u kishin bler kartat dhe i kishin thënë që të mos vinin, po flas Kams, pasku që janë më shumë, që të mos vinin për shkak se i njinin si demokrat, ata dinin gjithçka kur do të vinte çfarore, kishin marrë çdo gjë në kontroll. Administrata e shtetit ndodhej përpara çdo qendre votimi dhe ishin veshur dhe me mandatin e vëzhguesit në qendrat e votimit. Po, vërtet. Unë kam patur vetë personalisht në Valias, kur shkova, një bandit drejtori i sjellësit apo çfarë ishte aty tek bashkia e Kamzës, më del me vrap tek dera jashtë e oborrit shkollës, ishte në 100 e sa metër larg qendrës votimit me një mandat, kur unë pikrisht kisha shkuar për ata se më thanë që i kap njerëzit brenda, i thot shko voto për këtë, i intimidonte dikujt, e përqafonte dikujt, e kërcënonte, dhe më del dhe më thot për jashtë, dhe më nxjerr një, ndërkohë që unë isha jashtë, isha në qiell të hapur, bile kishte diell shumë, thash unë jashtë jam zotëri, tha po kryjm vepër penale se kemi brenda rrethimit. Pra ai arriti të më kërcënonte mua, si unë jam aktualisht deputet dhe kandidati për deputet, dhe më thoshte po bën vepër penale që je brenda rrethimit të shkollës 200 metrë sa ishte larg qendrës votimit. Ndërkohë vetë i kapte njerëzit dhe i detyronte. Mbasi ikëm prej atyjes tek qendra tjetër në Laknas, ndodhej administratori, erdhi bashkë dhe kryetari i komisionit të KZAZ-s, që ishte i Partisë Socialiste, dhe kur unë diskutoj me të dhe i them që X drejtor i intimidon njerëzit, ta pse qatë keqe ka të thuhet njerëzit voto për këtë, voto për ata. Pra unë po them dy momentet vogla në qendrën... Pra ato vazhdonin të bëni fushat edhe në ditën e votimit? Jo fushat, po i detyroni njerëzit, sepse qytetarët kur të shkojnë... Po, kur të shkojnë për para qendrës votimit dhe gjenë drejtorin, gjenë kryetarin njësisë, njerëzit kanë hall atje për një leje, për një sabotim, për një nën presion, pra një deformim gjatë ditës, pa hy gjatë fushatës që kemi bërë, cilët ne kishim informacionet tonë se çfarë bëj, ishte gjithë administrata e shtetit në funksion të zgjedhjeve, absolutisht mjek, mësues, punojës bashkisë, infermier, të detyruar se jo se këta, sepse jo militant, kuptoni, administrata ishte në një presion të madh. Administrata nuk i duan një pjesë e madhe as ata të cilët janë votë besuar, nuk është se i do kush apo i ka dashur kush ndonjëherë. Absolutisht është e vërtetë. Unë kam gjetë dhe njerëz qytetarë të cilët pensionistja në pazarin e Kamzës, që se kishte djalin punë shtetit, tha mos më bëj foto nënës se e kam djalin punë, ku e ke privat ta ma heqen dhe atje. Pra këtu është një junt, këtu është një diktaturë. Kjo diktaturë se shpesh kam dëgjuar thonë, por ju që keni thonë do marrë masa për të mbrojtur votat. Po mërë, unë e konsideroj politikën fushatën me vizione, me ide, me programe.
Unë nuk e kam ditë se ka momenti që ne të shkojmë marrë për të mbrojt votat e qytetarëve. Unë kam menduar që i japim programin ne, të japim programin partitë e tjera, njerëzit na vlerësojnë. Pse çfarë do të bëjë opozita? Sepse mundohet nëpër disa televizore të Edi Ramës, të Blera, po çfarë bëhet ju pse si rritet votat? Çfarë do të bëjmë ne? Si do t'i rrojmë votat? Shiqirën, të marrim dhe ne bandit, si jo, unë nuk du në Shqipëri që fëmijët e mi, ose unë të vinë në parlament me bandit. Nuk i du votat atyre. Unë nuk du të merrem peng. Për shka mundësi nëpër disa, tu voton Burgu voton për këta. Këta i kanë fut në Burg, dhe këta do të votojnë kanë për Burg. Aslan, të them një gjë. Ti e di shumë mirë, sepse je